Duaja në natën e Arafatit. O Zoti im, dëshmuesi i çdo meditimi, depozituesi i çdo ankese, i diturit të gjitha të fshehtave, te ti përfundojnë të gjitha nevojat, o fillues me mirësi mbi rob, o i nderuar i falës, o mirë shpërblyes, o bujar, o ti që nuk të mbulohet as nata më e errët, as deti trazuar, as qielli me yjesit e as errësira e dendur. O ti që errësirat e ti është ndriçim, të lutem, me dritën e qenies tënde të nderuar, me të cilën u shfaqe mbi malin të cilin e lëkunde aq shumë, sa mosai u rrëzua për tokë pa ndjenja. Të lutem me emrin tënd me të cilin ngritet qiejt pa kolona dhe me atë emër shtrive tokën të ngurtësuar mbi sipërfaqen e ujit. Të lutem me emrin tënd të depozituar, të ruajtur e të mbështjell, të shkruar e të pastër, emër me të cilin kur ti thirresh i jep përgjigje, kur të lypet me atë emër ti jep mirësi të mëdha, me emrin tënd i plot pushtetshëm që nuk ka nevojë për asgjë e që nuk i mungon asgjë dhe i pastri argument, i cili është dritë mbi të gjitha dritat, dritë prej drite, prej ti ndriçojnë të gjitha dritat, kur ajo dritë arrin në tokë, toka çahet, kur ajo dritë arrin qiejt, qiejt hapen, kur ajo dritë arrin arshin, arshi dridhet. Me emrin tënd prej të cilit rrënqethen trupat e ëngjëjve të tu. Të lutem ty me të vërtetën e Xhebrailit, Mikailit, Israfilit, me të vërtetën e Muhammed Mustafas, e të familjes së tij, paqja e shpëtimi i Allahut qof mbi ata, me të vërtetën e të gjithë profetëve dhe të gjithë ëngjëjve. Të lutem me emrin tënd me të cilin eci Hizri mbi ujë, ashtu siç ecte mbi tokë, me emrin tënd me të cilin ti hapet detin për Musain dhe mbyte Faraonin e njerëzit e tij. Me atë emër ti shpëtove Musain, të birin e Imranit, dhe ata që ishin me Musain. Të lutem me emrin tënd me të cilin t'u drejtua ty Musai, biri Imranit me lutje nga ana e djathtë e Turit, dhe ti u përgjigje lutjes së tij dhe nga ana jote hodhe mbi të dashuri. Me emrin tënd me të cilin Isai, i biri Merjemes, ngjalli të vdekurit, foli duke qenë foshnjë në diep dhe me lejen tënde ai shëroi të verbrit dhe lebrozët. Me emrin tënd me të cilin tu lutën ty mbajtësit e arshit tënd, me atë emër tu lutën ty Xhebraili, Mikaili, Israfili dhe i dashuri yt Muhamedi, paqja e shpëtimi i Allahut qof mbi të e mbi familjen e tij. Tu lutën ty ëngjëjt e tu të afërm, profetët dhe të dërguarit e tu, tu lutën robët e tu të mirë, prej banorëve të qiejve dhe të tokave, me emrin tënd, me të cilin tu lut ty dhe Nuni, kur ai u larguai i zemruar dhe mendoi se nuk do t'i vi më puna ngushtë, por ai thiri në errësirat. Nuk ka Zot tjetër përveç teje, i plot pushtetshëm që nuk të mungon asgjë, e nuk ke nevojë për asgjë, je vetëm ti dhe unë isha prej të padrejtëve. Ti u përgjigja atij, e shpëtova atë prej gjendjes së rënduar, ashtu siç i shpëton ti besimtarët, me emrin tënd të madh, me të cilin tu lut ty Daudi, dhe ra në sejdë me krye në tokë. Ti ja fale atij fajin, me emrin tënd me të cilin tu lut ty Asia, gruaja e Firaunit, kur ajo tha: O Zoti im, ndërto për mua pranë teje një shtëpi në xhenet dhe më shpëto prej Firaunit, prej veprimeve të tij e prej njerëzve mizor. Dhe ti u përgjigje lutjes së saj me emrin tënd, me të cilin tu lut ty Ejubi, kur atë e rëndoi shumë sëmundja dhe ti e shërove e i dhurove atij familjen, e edhe më shumë së bashku me ta, si mëshirë nga ana jote dhe si kujtesë për adhuruesit, me emrin tënd, me të cilin tu lut ty Jakubi. Ti i ktheve atij shikimin dhe dritën e syve të tij, Jusufin dhe i bashkove të gjithë familjen. Me emrin tënd, me të cilin tu lut ty Sulejmani, dhe ti dhurove atij aq shumë pasuri sa që asnjë njeri nuk do ta ketë mbas tij, me të vërtetë ti e dhurues i madh, me emrin tënd me të cilin ti vure burakun në dispozicion të Muhamedit, paqja e shpëtimi i Allahut qof mbi të e mbi familjen e tij, ashtu siç tha Allahu i lartë, i plot pushtetshëm, e plotësisht i pastër nga mangësitë është madhëria atij që e kaloi robin e vet në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit, Qabes, deri në Mesxhidi Aksa, Beiti Muqaddes. Sura El-Isra, jeti 1. Si dhe e fjala e të lartit, i plot pushtetshëm e plotësisht i pastër nga mangësitë, është madhëria atij që i nënshtroi këto për të mirën tonë, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë. Sure Zukhruf, ajeti 13. Me emrin tënd me të cilin zbriti Xhebrailit e Muhamedi, paqja e shpëtimi i Allahut qof mbi të e mbi familjen e tij, me emrin tënd me të cilin tu lut ty Ademi, ti ja fale atij gabimin dhe e vendose të banojë në xhennet. Vetëm ty të lutem, me të vërtetën e Kuranit të lavdishëm, me të vërtetën e Muhamedit, vulës së profetëve, me të vërtetën e Ibrahimit, me të vërtetën e mirësisë tënde, ditën e gjykimit.
me të vërtetën e peshoreve kur ato të vendosen, me të vërtetën e regjistrave të punëve kur ato të shpërndahen, me të vërtetën e lapsit në ato që ka shkruar, të leuhit dhe me ato që ka numëruar, me të vërtetën e emrit që ti e shkrove në kolonat e arshit tënd, 2000 vjet para se ti të krijojë njerëzit, botën, diellin e hënën. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, të vetmit. Ai nuk ka shok e ortak dhe se Muhamedi është rob i tij e i dërguar i tij. Të lutem ty, me emrin tënd, të depozituar te ti, emër të cilin ti e veçove të jetë në diturinë e të fshehtave vetëm tek ti, dhe nuk ja shfaqe asnjërit prej krijesave të tua, asnjë ëngjëll i të afruar, asnjë profeti, asnjë të dërguari dhe as ndonjë robi të përzgjedhur. Të lutem ty me emrin tënd me cilin ti çave detrat, me atë emër që u lartësuan malet dhe me cilin nata e dita vinë njëra pas tjetrës, me të vërtetën e 7 ajeteve të Fatihas dhe të Kuranit të lavdishëm, me të vërtetën e 2 shkruesve të nderuar, me të vërtetën e Taha, Yasin, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, me të vërtetën e Teuratit të Musait, Injilit, Ungjillit të Isait, Zeburit të Daudit dhe të Furkanit, dalluesit të Muhammedit, paqja e shpëtimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë të dërguarit. Libër që është tërheqës i vëmendjes dhe sundues me kujdesin e tij. O Zoti im, unë të lutem ty me të vërtetën e atyre meditimeve që ishin mes teje, mes Musait, birit të Imranit, mbi malin Turi Sina. Të lutem ty me emrin tënd, të cilin ti ja mësove ëngjëllit të vdekjes për të marrë shpirtrat. Unë të lutem ty me emrin tënd të shkruar mbi gjethen e udhëllirit dhe ndaj kësaj gjetheje unë nështrua zjarri dhe ti the zjarit bëhu i ftohtë dhe shpëtim. Unë të lutem ty me emrin tënd që ti e shkrove në kolonën e lavdis e të nderimit, o ti që njeh çdo lutës dhe nuk të pakson gjë as një dhënje, ti ai, te i cili kërkohet ndihmë dhe tek i cili kërkohet strehim. Unë të lutem ty me më të lartën madhështi të arshit tënd dhe me mëshirën tënde të pafundme prej librit tënd, me emrin tënd më të madh, me madhërinë tënde më të lartë, me fjalët e tua të plota e më të larta. O Zoti im, Zoti errërave dhe çka shpërndajnë errërat, Zoti qiellit dhe i çdo gjëje që është nën hijen e qiellit, Zoti tokës dhe i çdo gjëje që ajo mbart, i djajve e i kujdo që ka shkar në rrugën e humbjes, Zoti detrave dhe i gjithçka që lëviz. Të lutem ty me të vërtetën, e të gjitha të vërtetat që për ty është e vërtet, me të vërtetën e ëngjëve të afruar, të shpirtrave, zotërinjve të ëngjëve, atyre që të pastrojnë ty nga tëmetat e nga mangësit natë e ditë dhe kur nuk pushojnë, me të vërtetën e Ibrahimit, mikut tënd të ngushtë, me të vërtetën e çdo miku që të drejtohet ty me lutje ndërmjet Safas e Merwas, dhe ti i përgjigjesh lutjes së tij. O përgjigjes i lutjeve, unë të lutem ty, me të vërtetën e këtyre emrave dhe me këto lutje, të na i falësh mëkatet tona, mëkatet që kemi bërë ato që do të bëjmë, të falësh ato që ne i mbajmë të fshehura dhe ato që ne i bëjmë haptas, ato që ne i shfaqim e ato që ne i mbulojmë, ato që ti i di më mirë se sa ne vetë. Vërtet, mbi të gjitha sendet ti e fuqiplot me mëshirën tënde, o më i mëshirshëm i mëshiruesve, o ruajtës i çdo të vetmuari, o shoqërues i çdo të vetmuari, o fuqi e çdo të pafuqishmi, o ndihmues i kujdo që i është bërë padrejtësi, o ushqyes i çdo të privuari, o qetësues i çdo të egërsuari, o shoqërues i çdo udhëtari, o mbështetës i të gjitha atyre që janë prezent, o falës i çdo mëkati e gabimi, o ndihmues i ndihmëkërkuesve, o përkrahës i atyre që të kërkojnë mbështetje. O largues i gjendjes së rënduar prej atyre që janë goditur rënd, o heqës i shtrëngimit prej atyre që janë ngushtë, o krijues nga e para i qiejve dhe i tokave, o më i madh i qëllimi studiuesve, o përgjigjes i lutjes së nevojtarëve, o më i mëshirshëm i mëshiruesve, o Zoti i botëve, o gjykues i ditës së gjykimit, o më bujar i bujarëve, o më i nderuar i të nderuarve, o më dëgjues i dëgjuesve, o më shikues i shikuesve, o më i fuqishëm i të fuqishmëve, fali mëkatet e mia sepse ato i ndryshojnë të mirat. Fali mëkatet e mia të cilat sjellin pendim, fali mëkatet e mia sepse ato sjellin sëmundje, fali mëkatet e mia sepse ato e çajnë vend shpëtimin, fali mëkatet e mia sepse ato e sprapsin lutjen, fali mëkatet e mia sepse ato ndalojnë ujin e qiellit, fali mëkatet e mia sepse ato shpejtojnë zhdukjen, fali mëkatet e mia sepse ato afrojnë të keqen, fali mëkatet e mia sepse ato i bëjnë padrejtësi edhe ajrit, fali mëkatet e mia sepse ato heqin mbulesën, fali mëkatet e mia sepse ato nuk i fal askush përveç teje. O Allah,
mos hidh mbi mua përfundimin e punëve të asnjërit prej krijesave të tua, bëj në punën time rrugdalje, shpëtim e lehtësim, në kraharorin tim zbrit vetdijen tënde dhe në zemrën time zbrit shpresën, që unë të mos shpresoj në asnjë tjetër përveç teje. O Zoti im, më ruaj mua, më fale, më jep shëndet në vendbanimin tim, më bëj mua shoqëri natën e ditën, nga para, nga mbrapa, nga e djatha, nga e majta, si për meje e poshtë meje. Lehtësoje për mua rrugën, përmirësoje për mua lehtësimin, mos më poshtoro mua në vështirësi, më udhëzo mua në rrugën e drejtë, o më i miri udhërfyes, mos më shkakto dhimbje në shpirtin tim e në të gjitha punët e mia, më mëko mua të gjitha gëzimet, më kthe në familjen time me shpëtim e sukses, më kthe të gëzuar me mirësi shpejt ose vonë, me të vërtetë je fuqiplot mbi të gjitha sendet, më furnizo mua me ushqim prej mirësisë tënde, bëje për mua të gjerë furnizimin tim prej ushqimeve të tua të mira, bëj që unë të jem gjithnjë në bindjen tënde, më shpëto mua prej dënimit në zjarin tënd dhe kur unë të vdes, me mëshirën tënde më kthe mua në xhenetin tënd. O Zoti im, unë kërkoj mbrojtjen tënde me ty prej zhdukjes së mirësive të tua dhe prej shëndërimit të faljes tënde me dënimin tënd. Kërkoj mbrojtje prej zbritjes së dënimit tënd, me ty kërkoj mbrojtje prej mundimit të rënd të pësimeve, prej poshtërimit të së keqes, prej gjykimit të keq, prej sharjes së armiqve, prej të keqes që zbret prej qiellit, prej të keqes që është shkruar në librin e zbritur. O Zoti im, mos më bëj prej të këqijve, as prej banorëve të zjarrit, mos më privo shoqërimin e njerëzve të mirë, më ngjall me një jetë të mirë e më vdis me një vdekje të mirë, që të jem së bashku me të mirët. Bëj pjesë për mua që të jem në shoqërinë e profetëve, i ulur në ndenjësën e nderimit pranë sunduesit fuqiplotit. O Zoti im, vetëm ty të takon falëndërimi e lavdërimi për sprovën tënde të bukur e për mjeshtërinë tënde. Ty të takon falëndërimi e lavdërimi që na ke dhuruar Islamin dhe që ne ndjekim rrugën e profetit. O Zot, ashtu siç i udhëzove ata në fen tënde, u mësove atyre librin tënd, na udhëzoi na mësoj edhe neve. Vetëm ty të takon falëndërimi e lavdërimi për sprovën tënde të bukur e për mjeshtërinë tënde, veçanërisht në mua, ashtu siç më krijove dhe e përsose krijimin tim, më mësove mua dhe e përsose mësimin tim, më udhëzove mua në rrugën e drejtë dhe përsose udhëzimin tim. Vetëm ty të takon falëndërimi e lavdërimi për mua, përpara dhe tani. Sa pësime gjendje të rënda, o Zotruesi im, më ke larguar, sa vështirësi më ke hequr, sa preokupime më ke mënjanuar, o Zotruesi im, dhe sa goditje të rënda, o Zotruesi im, i ke sprapsur, sa të meta, o Zotruesi im, më ke mbuluar. Vetëm ty të takon falëndërimi e lavdërimi në të gjitha gjendjet e në të gjitha kohët, në të gjitha rrethanat e në të gjitha vendet, në këtë gjendje në të gjitha gjendjet. O Zoti im, bëj në këtë ditë që unë të kem pjesën më të mirë që ti do të pjesëtosh, në dëmin që do të largosh, në të keqin që do të mënjanosh, në pësimin që do të sprapsësh, në të mirën që do të derdhësh, në mëshirën që do të shpërndash, në falin me të cilën do të na veshësh. Vetëm ti je fuqiplot mbi të gjitha sendet. Në dorën tënde janë depozitat e thesareve të qiejve e të tokës. Ti je një bujari, dhënës i mirësive që nuk e përzë atë që të kërkon, as nuk ja humb ati shpresën, as nuk të paksohet gjë nga dhënia, as nuk zhduken ato që janë te ti. Në të kundërt, të mirat, dhënjet dhe bujaria shtohen me shumicë. Me mëshirën tënde të gjerë, më furnizo mua prej depozitave të tua, të cilat kurrë nuk mbarohen. Dhënia jote nuk ka ndalim. Dhe ti mbi të gjitha sendet je fuqiploti, me mëshirën tënde, o më i mëshirshmi i mëshiruesve.